Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë ka reaguar zyrtarisht lidhur me incidentin e rënd të ndodhur në qytetin e Galatit në Rumani, ku një dron rus u përplas në një ndërtesë banimi, duke shkaktuar plagosjen e civilëve, mes të cilëve edhe një të mitur. Në deklaratën e saj, ministria dënon ashpër këtë sulm, duke shprehur solidaritetin me popullin dhe autoritetet rumune, si dhe duke uruar shërim sa më të shpejt për të lënduarit. Sipas diplomacisë shqiptare, ky incident shënon një përshkallëzim serioz dhe të papërgjegjshëm nga ana e Federatës Ruse. Ky veprim nënvizon më tej absurditetin dhe koston njerëzore të luftës së Rusisë kundër Ukrainës, pasojat e së cilës vazhdojnë të kërcënojnë sigurinë dhe mbrojtjen e civilëve përtej kufive të Ukrainës, thuhet në reagim. Shqipëria rikonfirmon qëndrimin e saj se do të vazhdojë të qëndrojë në solidaritet të plot me aleatët dhe partnerët, duke mbështetur përpjekjet e koordinuara ndërkombëtare për t'i dhënë fund luftës dhe për të mbrojtur paqen, sigurinë dhe parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare. Ky reagim i Tiranës zyrtare vjen në ndjekje të zhvillimeve në Galati, ku forcat ushtarake rumune aktivizuan avionët luftarak pas shkeljes së hapësirës ajrore nga droni rus, një ngjarje që ka rritur ndjeshëm tensionet në krahun lindor të NATO-s.